Që prindër të dashur, pse nuk bën mi aulon telefonin fëmijëve tuaj në përduar? Atëherë, kjo nderumja e ka spjeguar në mënyrën më të mirë që ekziston. Hajde ta ndëgjojmë, pastaj kam do fjalë për këtë pikë. Një femën mundet vetë më bonon, mi lind fëmijët e mi rrit pa pas nevojë për burrin apo babën. Mos ma keq, a e dini o njerëz çka jeni tu mësuar nin sot? Çfarë shembull të shëmtuar jeni tu ja dhënë? Po, çdo grup ka drejt më bonon, kërkush sa mon ka drejt. Po ku e merr drejtën me sjell një fëmijë në jetë pa pas mundësinë me pas babë? Ai Angel nuk ka faj. Kur të rritet, të shkojnë në qerte, të shkojnë në shkollë, të ketë sukseset e dështimet e jetës. Kush do t'ja mbush boshllokun kur të kërkoj babën e vet? Nëse Zoti ja merr babën është jetim. Nëse baba e braktis, prap ka përgjigje, por çfarë përgjigje kemi dhënë ti që ja ke mohu këtë drejt hala pa orë një? Secili fëmijë ka të drejtë me njoftë rënjet e veta, me ditë kanë ka babë. Hall, aq, në venin tonë, në shoqërinë tonë, e në kombin tonë, gjithmonë ka qenë i madh emri babë. E qysh dojna me shkatrru këto vlera veç pse ka tek në individit. Mos harroni, këta fëmijë e kanë një babë real dikon. Dhe ky baba biologjik ka 10 fëmijë. E çka nëse nesër bëhen çift një motër një vëlla nga babai biologjik? Kush i ka fajt këtu? Pikërisht teket e kësaj nane, e cila pyet veten çka don sot e jo çka ka nevojë fëmiu nesër. Dhe kur e përmendni Barack Obamën si njëri të suksesshëm që ka arritur vetëm nëna, ai vet ka folur për dhimbjen dhe boshllokun që i ka lënë mungesa babait. Ai ka treguar se është përballur me këtë mungesë gjatë gjithë jetës, po të paktën ai e ka ditë kanë ka babë, e jo edhe këtë drejt për emrin e fëmijëve të juaj. Vallai e nderuar, çdo fjalë që e ke thonë është shumë e saktë, sepse ka ardhur një kohë që dreq në domethënë në formë të njeriu, po ju dhat përparësi më shumë që më na e prish rinin ton, më na e prish gjeneratën ton me këto budallakina që po dalin ditë për ditë. Po këto fajet i kanë edhe mediat që ju dhojnë mundësi të lifar klësharisës që me çdo kusht mundohet me deviju e rinin ton të dashur. Prandaj e nderuar, halal kohë për çdo fjalë që e ke thonë. Trujt Zoti prej çdo të keqe.